Në 3-4 vitet e para ka mbajtur një pozicionim pavarur, neutral, por në rastin e deklarimit të saj rreth gjykatës kushtetuese, mendoj se ishte deklarimi i anshëm, do thotë, ishte goditje që nuk pritej nga presidentja, do thotë. E dyta, caktimi i datës 28 dhjetor të zgjedhjeve parlamentare. Gjithashtu nga ana e opozitës është perceptuar mbase me të drejtë si një anshmëri e saj, si janim nga vetëvendosja, dhe këto kanë qenë dy momente që e kanë shkëputur, kisha për thënë, nga periudha më hershme, ku jo që kishte ndonjë aktivitet të jashtëzakonshëm, po spaku nuk hetoi që anonte. Do të përpiqej që ishte të luante rolin e unifikueses, por në këta 6-7 muajt e fundit kam përshtypje që në sytë e opozitës në tërësi është hetuar që anonte nga vetëvendosja. Dhe besoj që kjo ka bërë që të humbë besimin opozitës, to dy veprime, sidomos, do thotë, sepse kanë qenë të hetueshme, dukshme, dhe ndoshta edhe kanë komplikuar rizgjedhjen e saj. Ndonse duhet thënë edhe një gjë. Rizgjedhjen e saj, unë besoj që ajo ende është kandidate për presidente, ende besoj si opcion, si një nga mundësitë, por duket që nuk është favorite zotit Kurti, dhe ne këte e kemi hetu përmes shkrimit të Frankfurter Allgemeine Zeitung, gazetarit Mertens. Kishte akuza shumë të rënda, do thot, në drejtim të zonjës Osmani, pohoj që në rastin e bordit të paqes, antarësimit e Kosovës në bordin e paqes, nuk kishte koordinim ndërmjet kryeministrisë dhe presidences. Tani në ato rrethana më kam pritur që kryeministria ta demantoj pjesërisht ose tërësisht atë shkrim të Frankfurter Allgemeine Zeitung, të thotë që nuk është e saktë, do të thotë që ka pasur mos koordinim. Heshtja e kryeministrisë dhe njerëzve nga qeveria, heshtja totale rreth këtij rasti, tregon që do të thotë ka pasur nga gazetari Mertens, nëse jo në tërësi, disa nga pojimet e tij qëndrojnë, të kundërtën nuk thjesht është e pakuptueshme që kalohet heshtur, sepse nuk ishin akuzat rënda, do të thotë. Mendoj që kjo ka vështirësuar pozicionin e zonjës Osmani. Përndryshe saj përket faktit, qëndron ajo që thotë Naimi, gjithë ato qëndrojnë, do thotë tiparet që do duhet të kishte një president i arshëm. Por unë personalisht mendoj që Kosova ka kandidate, nuk po mendoj, kur them kandidat, mendoj jo partijak. Kosova ka njerëz që kanë kontribuar qoftë nga radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga çështjet akademike, dhe madje mund mendoj që e konsideroj madje edhe fyse, po që qoftë nga pushteti ose opozita që kanë vështirë të gjejnë kandidat pavarur jo partijak, ka Kosova, megjithatë ka bile, unë e them që ka gjithsesi, ndoshta shumë ka, por nuk ka vullnet, nuk ka gatishmëri të klasës politike që ta gjejnë një kandidat. Nuk ka pasur deri më tani, nuk ka asnjë përpjekje të gjendet një kandidat jo partijak, i pavarur, që unë në bindjen time do ta kishte tejkalu krizën. Më lehtë do të gjendej konsenzus rreth një kandidati jo partijak. Por kjo përpjekje asgjë është bërë. Unë nuk kam hetuar asnjë përpjekje, do thotë pas atyre deklaratave para 5-6 dite kur ishte takimi Kurti Hamza dhe Kurti Abdigjiku, pohuan që do të bëjnë përpjekje për një kandidat konsenzual, supozoj se mund të ishte jo partijak, dhe pas 3 dite u lëshuaj pozicion dhe u kalu në pozicionin e kandidaturave partijake që shumë vështirë do të kalojnë. Jo vështirë, por mendoj që është e pamundur. Faktikisht, ajo që ka edhe ma shqetësu se sot ke çështja që kur u pyet zoti Kurti për pse nuk po e rikandidon Vjosa Osmanin, ai nuk dha përgjigje konkrete, por prap u sol tek numrat, duke i përmendur 66 votat e veta dhe ato që po mungojnë dhe diskutimet që janë duke u ndodhur për të siguruar 80 vota apo 2/3, derisa krejt e kundërt ke çësia e Abdigjikut karshi e Vjosa Osmanit, duke ditur që ajo konsiderohet që ka dëmtuar shumë partinë e tij, konsiderohet që ka qenë pikërisht arsyeja pse ka rënë 12%, edhe krejt këto duke thënë që nuk ka vot kundër për asnjë kandidat,
e aq më pak për presidentin aktual Vjosa Osmani, që është komplet një kontradikt me ato se pikërisht në 2021 kanë qenë vetëvendosja që e kanë propozuar bile pa konsenzus, pa marrëveshje, pa ujdi, edhe pse situata ishte thujse identike sikur tash. Kanë pas 50% vota, mirë po nuk i ka interesuar as mendimi i opozitës, as bërja votave, as bërja quorumit, edhe ka vazhduar ashtu. Derisa në anën tjetër edhe kjo çështja e konsenzusit ndërpartijak, unë mendoj që është pak e ju e sinqert për partive politike, duke e ditë që në vazhdimsi kur është bërë edhe kur e ka plasu para deputatëve zoti Kurti ekspozen, i ka përmendur krejt ato çfarë i ka në plane dhe është kritikuar prej opozitës, në njëjtën kohë të njëjtit i kanë botu edhe marrëveshjet ndërkombëtare, edhe buxhetin, faktikisht buxhetin jo mirë, po e kanë bërë të mundur me kalu edhe nëpër komisione edhe nëpër krejt trupat e kuvendit. Derisa kur kanë dashur me marrë për shembull këtë pozitë, në këtë rast presidentit, e kanë pas një vegël në dorë, për shembull me kurtëzu, me marrëveshje ndërkombëtare, në rast se dëshiron me i kalu marrëveshje ndërkombëtare, e atulimi të bëjnë një marrëveshje për çështjen e presidentit. Kjo na takon neve, sesa me u përfshi edhe në marrëveshje politike ose hise në qeveri aq më tepër, kur dihet që në vazhdimsi ka pas kritika për qeverisjen e fundit, pra Kurti 2 me ministrat në akt akuz, me rezerva shtetërore, me Martin Berisha e me krejt këto. Në këtë frymë, besoj që ka pas jo sinqeritet për dy anëve, një anë prej opozitës me këto që nuk kanë bërë me dije me kohë, dhe në anën tjetër prej vetëvendosjes që i ka thirrë në takim tash kur 5 vite më herët nuk i ka pa që ekzistojnë fare në kuvend. Pra, si duket, partitë nuk i kanë shumë të rëndësishme këto kriteret për cilat foli zoti Jakaj, por shumë të rëndësishme kanë kalkulimin politik dhe emrin që ata po dojnë me shty përpara. Po sigurisht, kjo ka qenë edhe në proceset e kalume, qoftë me krye parlamentar, qoftë edhe me president. Për shembull, në vitin 2016 kur është zgjedhur zoti Thaçi, paraprakisht Liga Demokratike e Kosovës ka thonë të lifar epiteti, kritikat nga më tash, pra protesta, madje ka pas edhe një blok opozitar në atë kohë Vllani edhe protestat të ndryshme, edhe prap ka ardhur në pozitën ku përveç se i ka harru ato çfarë i ka thonë edhe fjalët e veta, edhe ja ka mundësu me u bë president, duke asiguru votat, duke asiguru edhe quorumin edhe krejt këtu. Sigurisht që kur vjen puna tek ndarja e pushtetit, nuk është risi tek partitë në Kosovë që me shkel edhe fjalët e veta, edhe parimet e veta, vetëm në mënyrë që me vazhdu një diçka që e kanë pas ose një pas që janë të e mbajtë.